S'mundesh ti mos të ndërtohesh si musliman dhe muslimane. S'mundesh ti si musliman dhe muslimane ta kesh të mbushur zemrën me çmir. Zoti na fal, duket se pasurinë e kena vënë përpara vëllezërve njerëzit, përpara formimit njerëzit, përpara vllazërisë njerëzore, përpara vlerave njerëzore, përpara hallit që mund zej tjetri, përpara hidhrimit që ka tjetri. Sa ishte vjet, s'mundo për dramën atij që i ka vjedh, ai që ja merr lekun atij që ka marrë, s'mendon për varfrinë që e ka kapluar atë. Ai që vjedh lekun atij që duhet shërohet me smundje, nuk e mendon hallin që ka ai. Ka ndjenja për ndjenjën, ka njeriu për njeriun, ka shqiptaria për shqiptarinë. Kështu janë gjërat në Islam. Të formohesh me çfarë? Formohesh që mos të vesh kur lekun përpara njeriu. Mos të vesh kur famën përpara njeriu. Mos të vesh kur pushtetin përpara njeriu. Mos ta urresh njeriu. S'mundet ti për lek ti bësh dëm njeriu, as vetes tënde as njeriu. S'mundesh ti për pushtet ta shtypësh njeriu. S'mundesh ti për famë ti bësh mendje madhsi njeriu. S'mundesh ti mos të ndërtohesh si musliman dhe muslimane. S'mundesh ti si musliman dhe muslimane ta kesh të mbushur zemrën me çmir, me zili, me urrejtje, me mblef. Zemra i muslimanit, mendja e muslimanit, edhe i muslimanit vërtet, në mend ka dituri, në zemër ka pastërti, në veshje ka hijeshi, në jetë ka bukuri. Kështu na ka shpjeguar neve i madhi Zot. Një njeri i ndërtuar, mashkull apo femër, burr apo grua, është një begati aq e madhe sa nuk krahasohet me mira të tjerë. Po imagjino ëndra që ne kemi që në këtë format të dalin sa më shumë njerëz të formuar, sa shumë mund t'japin për vendin e tyre.